sikur nuk është kuptu mjaftueshëm roli i organit i qendrave për punë sociale në radhë parë, pastaj edhe i organit të kujdestarisë, një organ i veçantë që ka një funksion tepër të rëndësishëm dhe në shumë sfera, segmente të jetës i përfshin në të gjitha procedurat gjyqësore, penale, civile, administrative, por edhe në procedurën administrative kur ka nevojë për ndihmën dhe si themi marrjen e përgjegjësive nga ky organ që është autoritet i vetëm që i mbron të drejtat e personave që kanë nevojë për këto shërbime. Mendoj që janë shumë fajtor. Fillimisht është Ministria përgjithëse për punë dhe mirëqenie sociale që kur i ka bërë kompetencat në nivel komunal në vitin 2009, edhe pse ka qenë ligjin e fuqi, i ka bërë kompetencat në nivel lokal pa themelimin e organit kujdestarisë. Pasi i ka bërë kompetencat pa themelimin e organit kujdestarisë, ka filluar të atakoj komunat dhe qendrat për punë sociale pse jo se keni themeluar organin kujdestarisë. Po ju keni bërë pa themelu. Pastaj na s'ka presën prej komunave. Në komuna kemi probleme shumë të mëdha sepse drejtorët e mirëqenies sociale apo shëndetësisë dhe mirëqenies sociale, varësisht çysh është rregulluar në secilën komunë, ata janë persona politik të cilët nuk marrin vesh shumë nga kjo punë. Kryetarët e komunave po ashtu vinë dhe shkojnë dhe në fund nuk janë përgjegjës ata që t'i nxjerrin këto akte. Ata janë përgjegjës t'i zbatojnë këto akte. Qendrat për punë sociale normal që nuk kanë kapacitet të mjaftueshëm brenda vetës se të merren me punë, jo të merren edhe me zhvillimin e politikave dhe themelimin e këtyre grupeve, dhe kështu që ka mbetur ky problem pezull tash 25 vite.